Zbulohet e vetmja recetë popullore që lufton moskonjat në mënyrë natyrale. Vera është e mahnitshme me shumë ditë, nehtë të ngrohta, zjarr në breg të detit, piknike dhe sigurisht moskonja. Pickime thumbuese të cilat të japin kruajtje janë të mjaftueshme si arsye për t'i urryer ato. Mirë po ka një mënyrë e cila do t'ju ndihmojë ju për t'i shmangur ato dhe për të shpëtuar nga pickimet e padëshirueshme të moskonjave. Provoni këtë recetë popullore ku në një kavanoz ju duhet të shtoni disa feta limoni, disa feta limon jeshil, 2 deg të rozmarinës dhe rreth 7 deri në 10 pika vaj limoni. Mbushni pjesën tjetër të kavanozit me ujë dhe vendosni aty një qëri të ndezur në krye dhe kështu ju do të shikoni që përveç se moskonjat nuk do t'ju pickojnë, por as nuk do të afrohen afër ambientit ku ju ndodheni.